Po thonë që ke fol me femrën apo çat kështu shumë kur ke po çolte? Po në krejt gratë i kum gjetë në çat. Pse krejt gratë sa është 80 Po kg ja? çka është fjala çat? Çat o bisedë. Po bisedë, a mundesh me gjetë një femër pa bisedu? Jo. Po kry ma bet. Ke fol domosdoshmë me femrën çat. Malum, por me gjetë një femër më martu, dosh me fol. Po, Po, absolutisht. për marrën këto ti kanë dish me fol me mua. Ja, po pa fol s'kishe mujt me orë. Ashtu bro. Dorë të gjitje për timin. Po tip. I kam edhe dy musafir të tjerë, atë pegojnë. I kam shumë. Nëse janë xhamati Gjergjit, mos tam i imamit shqiptar, i Gjashtë janë të mirëse orë valla. A e ftojmë i pari vjen nga Edhe ato tarikati. sultanit i pranoj vetëm do të më mësu më na pranu neve ato, sa do kanë probleme neve. I pari vjen nga tarikatet, Po. vjen nga tarikati kaderi me neve son. Vetëm pak para se mardhaj, para se me duar trokit, një respekt shkon për të ndjerin shkrimtarin e madh Naim Frashi, është i pari pe kulturës shivim, kulturës turke që e ka shkruajtur poemën e Skënderbeut dhe ata janë të parë që e kanë bërë unifikimin e kombit për ta bërë Shqipërinë shtet. Me neve son të sheh Bedri Shiu e ftoj me dorë të gjitje. Hajde sheh. Faleminderit shumë çelë. Dorë të gjitje edhe për shpejt. Faleminderit. Sheh Bedria, nisë. Shelle musafiri tjetër për sonte është po ashtu Xhaki Gjergj Kastriuti Skënderbeut. Është gazetar, vjen nga komuniteti krishter, po është edhe analist politik. Me neve sonte Emanuel Dema e ftoj me dorë të gjitje. Po nga ti ne? Vitin, faleminderit shumë çelë. Po ka joni koka. Kush e re pas jetimit Emanuel? Do të binçës në koka ke stubus. Faleminderit shumë çelë. Sheh Bedria, ç'është kam. Veta. Ti po folshe me sheljer? Ja, po këto, këshire, ata që kanë dhënë kontribut më shumë të në unifikimin e shtetit shqiptar për ta bërë Shqipërinë shtet, janë bektashitë. Do të gjitje për Shqipëri dhe njerë se është, na kanë nderuar që ka orë. Po dolmin timin e për këtë çpallën në gratat fundit të xhollarëve që ndalla. A është e rëndë për ty? O, ndiqom, sa drejnë u bëm shtet, E vërtet. u liru nga armiku, por kur njeri bëhet armik për vllahën e vet, për shtetin e vet, për shtetin am, edhe për vllazërinë atëherë, nuk e dija, thoshin përpara lypsi e gjetë si bërbac. Nëse ne gjojmë mirë, nëse takona me Manuelin, shkoj i tham, përshëndetje Manuel, vlla jem, kështu, edhe ky më përshëndet. Nëse zot Runa shkoj edhe e shoj, atëherë ky ka më mbrojt diçka, po, ky ka më. Më vjen shumë keq për vllazët e mi shqiptar hoxhallar, cilët e bin deri në atë aspekt që nga shteti am, Shqipnia, Tirana zyrtare, shpallën nën grata. Marbazan jemi shqiptarë, ju lutëm, ti thë Manuelit edhe tim Shkupit. O shpallëm unë nën grata, mësë mujti më shku një Lirid në Tetovës, mësë mujti më shku në Shqipëri, ose mësë mujti më shku për shepi vllazët mi atëherë, e bjen punën deri aty, që mu shpallën me qenë i rrezikshëm për shoqërinë. Me dersin tonë, me sjelljet e tua, këta nuk janë njerëz të padijshëm. Nëse gabon Manueli, unë e di Manuelin për djalë të meshëm, djalë aty, nëse gabon kë, atëherë këtu është rrezik, i tha Manuel, mos je bosi i në agenturës të di shka, bosi jetë të është më na shkatru, më na bombasin. Që është bërvlazën o bomë shtet, më shku më pi kafe, me kitë vëllanë më shku të tim Shkupin, shku më pi kafe si vlazën. Me sha, me fynje një tjetin, me thonën. A kiti kësi, a merë kësi kërsnime? Po marrën besoni, ju tham, që njeri më ka shkru, mos falë edhe një herë ashtu keq se kështu kemi më ta bon. Për në ju gjë? Po mu ka thonë, besoni. Për shka ka thonë? Ki fotografinë e ti? Po nuk e qitë e më shiki ftyrën në bu. Për cilën e hoqë ka thonë? Unë për një hoqë, në Prizren. Po shashtë për mene? Ti se ka pos një mesazh kësnus dhe në thë që i ka thonë kena më të gri. Po kemi më të bon salat. Për pse? Pse ti jetu i folë kështu? Për cilën e hoqë ke folë kundra ati që ka thonë? O, për hoqën që unë kam respekt për ato hoqë, për mazlëmin. Ajo njeri i meqëm, ajo njeri alim. Kush është alim? Jo ba alim. Në regull. Di gjonit, a i ka pos marak femra të të në Kajro ma shumë sonë. Nëse në regull, ka qenë A sonë njofë në Kajro e njofë ata. Ka qenë djali i ri atjerë. Por unë në debat, ja e nisi të më fyj mua, din ti bon kështu, për i thash ati shka e. Nësi e borë i vërtet, dil me ftyrë, dalëm, borë, shka kam bërgjë,
Jo, tha ti nëse fol kështu, tha kam të bën sallat. Jo, thash Kush, ai ka thonë? Sallat pula ashtu Një, se veçe. Tash jo pasha zotin thash veç aty në çat qytet ku je ti thash edhe tybe thash mandin thash mos i ti mbon sallat. Këtu deri këtu ka ardhen. Besoni jetëm që deri këtu ka ardhen Sadri. Si vëllai i vëllon me sho, me fy edhe me kresnu deri te gjanat. Arsia pse me ty? Vetëm se je i tarikatit? Falë që po të pysë, se ki respekt, ti ke boni